Bankersit, për bankersin... Edhe për indërtimin, po se s'kam gjo me personale me të një, benin heret qysh 90. I që presin le dio, po për bankersin nuk kanë vërë presja. Përse nuk flet tigri nga Zvicra? Mund të mos rria presja ati, s'ka vre. Jo ma qali dhe. Ore, përveç bankersit, prit, një sekund, të lutem. Se janë, kemi 10 minutë e fundit të emisionit. Mi për bankersin, Benameta e drejtani ka prekur shumë sektore dhe ka forë dhe për shumë privat, apo jo? Si ka mundësi të flet për bankersin jo deri tani një dhe nuk flet as për kastratin? Se di, po t'ja kem numrin t'a pysja, t'i thoja, por... Qili ka pas bene me këtat kastratve, se shumë shpesh është parë të hoteli tyre ati? Nga sa di unë, dosja që ka kalu nga Prokuria Fjerit e bankersit në SPAK, një nga arsyet e kalimit, sepse që të vesh SPAK duhet jetë o subjekti ose objekti. Pra, o tender mbi 50 milion, vjedhja mbi 50 milion lek vjetra, ose tjetë subjekt, deputet, minister, ata që janë subjektet SPAK-ut, kryetar bashkjemëra. Një nga subjektet, pse dosja është pranuar në SPAK, në DNA-n tim edhe këte e kam 1.100.000% konfirmuar, është dalja e emrit të Ametajt në telefonin e një nga administratorës, ose 2 administratorë u arrestuar. Të kujtë? Të bankerës. Të bankerës. Shqiptarit. Unë i them, kinez ekonomik dhe kinez genetik, i them unë. Qarë, e di tezën të ndë, po. Edhe... Se i ka dalë emri Benametit ku? Të pjesë e bankerësit? Po. Në shkuptim, si i ka dalë, në qa kontekstit? Në komunikimet, në pazaret, në këte, ate, këtu, atje, pra, në telefonat që në marë këti... Kujtë? Ish administratorit para kinezit. Si quaj? Leonida Qobos. Ka dalë Ametaj në komunikime me Leonidën. Në komunikime pun biznesi, jo në komunikime... Po kur ka qenë zvës kryeministër? Apo para, apo mbrapa? Ministrë Financash, me sa di unë. Në atë ko? Besoj. Po kjo... Për bëhet fjallë seria 2013-2017, kërë fillimi i parë. Që ishte Ametaj në atë ko? Ke Financash, Ministrë Financash. O? Po. Ka qenë jo, nuk ka qenë Ametaj në atë ko. Ametaj erdi pas Canit të burë. Kujtë? Pas Shkëlqim Cani të burë. Ka qenë Shkëlqim Cani i Ministri Financave. Pak ka ne Shkëlqim Cani. Edhe aq pak jo, më duket janë 1 vit o 2 vjet, po. Kur ka ardhë? Në kohën që ka qenë, ke ekonomia, më duket ben ishe ke ekonomia qimi ke financat. Një gjë tillë mos e ka pas. Pastaj qimi erdhe ke financat, pastaj pati periudhë pauze. Por nëse ka qenë në pushtet Ametaj, do të them. Ka qenë ministër. Patjetër më që ka qenë. Dhe komunikonte me këtë të bankersin. Por ç'të keqe ka? Jo, si të keqe, po për çfarë ka komunikuar? Nuk po them që i thosh do gjujmë peshk, ose do shkojmë për dasëm ke filania, apo do ikim për gjah Kravasta, ke Levreku, që theti. Se për këte nuk besoj të kënë kajtë lehthitje. Prokurorët të SPAK-ut janë 2 prokurore, atë 2 zoja, Anita Jella dhe dosjen e SPAK-ut, dhe Doloreza... Dosjen e kujtë, të bankersit? Të bankersit. Kush e ka? Doloreza, kjo që ishte kandidate, më duket? Më duket Milonaj, më falë, Enkeleda Milonaj dhe Anita Jella, në aqë informacion sa kamon. 2 prokurore të SPAK-ut. Kanë dosjen e... Ajo që më ka habit mu të bankers është... Po kjo ka dalë kjo lumë, ka dalë që Benametaj ka dalë në mesajet një disë... Ka deklaruar... A, ka dalë? 2-3 kolegë tuj, Klodiana Lala, në studion e Mecene TV-s, kur ka qenë bashkë me mu, me Andi Bushatin, që arsyja, pra një nga arsyjet. Një nga arsyjet, sepse ka dalë emri këti. Implikuar disa, për shemull ke një ish ministër drejtësie nga PD-ja, me studi avokatie, që ka marrë 3 milion euro për këshillim. Nërkohë që bankersi ka departament me 15 veta zyre juridike dhe gjithë jurist ndërkombëtar. Ke një ish deputet pëses, që janë subjektet SPAK-ut, ka marrë 6 milion euro si këshillojës për ta këshillu bankersin në t'i japi mend. Po e di ato. Ke i minister... Ajo është aferet meshme ajo. Ke djalin e ish ministrit jashtëmi ka marrë 400.000 euro, që duke du t'i këtë bërë roman, se kjo është shkriptar. Pra janë disa subjektet SPAK-ut në këtë tollavi, ose ke... Po kjo avokati që ka marrë 3 milion euro është dhe avokati bankës Raiffeisen në përmjet cilës në Austri kanë kalu nga offshore e 120 milion euro të bankersit. Pra bankersit ka 15 miliard euro vjedhje. është vjedhje më e madhe e shekullit, sa që kanë vjedhë gjithë Raman, gjithë Atena, gjithë Beni. Bankersi që nga momenti që ka hyrë tu, që në konë... Bankersi ka arë këtu që është në muajin prill të 2004. Po, pra 2004, po. Me qeverin Nano dhe Ministrë e Financë. Ka 22 vjetë. Malaj. Po, ka 22 vjetë, e di. Edhe që ka marrë 30 milion ton naft nga Shqipëria. Bruto. Bruto, optanqe. Rreth 15 miliard euro dhe ka pagujt 0 lek tatim fitimin në buxhetin e shtetit. Dilte gjithmonë me si fëkshu, dilte gjithmonë me humbje. Por kemi i ligj për
Po kontratës si ka kontrata është punës, po si e kanë kontratën ata, o mislim. Që mund dalim me humin atë stop. Patjetër. Çdo kompani që... Po unë besoj që i referuar kontratës, nuk besoj se e kanë bërë kështu. Pra, kanë qenë të kopsitur gjërat, besoj letrat. Jo, po t'ishin kopsitur si ishim se merreshin hetim ata dhe pse arrestoshin këta, po. Problemi është që një shoqëri aksionere që del 3 vjet rresht me humbje duhet shpalli falimentin. Kjo është rasti rrallë bingo, siç është bingo edhe për Spaku në 6 vite ekzistencë, i vetmi rast që Spaku bëhet tolerant, babaxhan, dhe leron nga arresti me burg, në arrest shtëpi janë vetëm 2 administratorët e bankës. Kjo vërteton atë që thonë amerikanë, që kush nuk blehet me lek, blehet me shumë lek. Është e vërtet kjo. Edhe, po të tregu këtu. 8 herë ka vojt likja. Gjykat apelit, Kejrena, këtu, Berisha, tje, jo, është intolerant, Kejrena, gjoka, nuk të lojtë, as aty as në apel. Tjetin mas, Elio Melia, bam, këtu, kërkoha tje, edhe pse thot gjykata kushtetuse, që do rri kryeta bashkia kjo deri 2007, nuk e nxjerrin ata. Beqa, atje, Lefter Koka, Alqi Bllaka, të vetëm që janë liruar në 6 vjet, që u arrestuan nga një prokurori fshati, pra Fieri, dhe i liroi, kjo e famshme, kjo që të thy bret, që të godet, GKK-ja. GKK-ja, janë të 2 administratorët. I u liru nëntor, kjo kinezi ekonomik. Kinezi është brënda të ti? Doli kinezi. A, në zonë kinezi? Po e në fut gjishtë ti këtu më dhe është brënda? Po doli këto dit, nga hera që thashën mrena, tha ato, po qatë thoja fut, kjo më rizikote. Kjo mrena se s'ka gjetë rrugën. U vënuje 2 muaj kjo kinezi genetik, sa gjeti rrugën, pyti kinezin ekonomik. Sa gjyna kinezi. I tha qa stili ke përdor ti që dole, ja tregoja, edhe rrakë se le ka kjo, e pas rrugën 1,5 euro në vit. Kush? Kinezi, të 2 kinezët. Se ti quan, njëri kinez biologjik, që është kinez nga... Për vërtet dhe një kinez ekonomik. Ekonomiku, kush është? I pari pra, i që doli, Loni. A, Loni, dakord. Loni dhe të zinë fu puja, ky. Se si ka emri ky? Po ku di unë, me atë emat e këtë... E fa gotë dhe të zinë fu puja! Me 3. O, nuk mundem më, ja! E nga 3 shkraja, po të zinë, ka i të zinë. Nuk mundem më, Ledja, nuk mundem më. Duke se ka atë punja futa. O, nuk mundem më. Edhe... Pa, të zinë fu puja. Përgjime që i pysh të punoj se qa ke vesh sot. O, limpësim kënaq, ma kështu si ka mund. Pra, doli, pyti kë i mujnë, në nëntor doli. Ani s'ka më brënda fare nga bankersi? Jo. Ka që ishtë më mbyllë? Bëna i postimun, para, i thash, o, Klodian, bravo, ru, se treni i bankersit, që bën 2 rrugë ditët, po të vjene, po të thytë brit ty në spake, po merë parlamentin para me gjithë opozitës, të razu gjithë atë. E i thash, do t'ju hedhin lanë. Po vazhdojë me këtë ritëm që do i nxjerësh, do t'a zbus masën, kjo GKK-oja fanë, këto që t'lajnë burë. Tani, Klodiani, s'ka lidhje me GKK-o në burë tani, o, mësim. A ishtë spak, është prokurori, o, burë tani, GKK-oja është tjetër gjë. Po nuk e di, a e kanë ankimu vendimi se prokurori, se di unë këtë? Duhet, e pa asun se di, po s'kam lajmë, sa s'kam lajmë do thotë që se kanë ankimuar. Vendimet që bënë shkalla e parë, se GKK-oja e shkallës parë, duhet të ankimosh në apel. Kush e ankimon? Prokurori. Prokurori që kanë qeshtjen. Qofse ti s'ke qenë dakord me daljen. Qartë. Po ke qenë dhe ti dakord s'ke ku ankimon. Nuk e dim, duhet të verifikojmë. A pra, kështu që dolën këta, 2 veta kanë dalë. Po që ka, pse për më të bravo në shtetë, se bravo tani ka ardhë. Plus i kanë ato 2 zonjat të ti. Nuk po më kupton. Bravo e para së është i shkretë, së është mashallah. Më jo, e kam mënyrë të folur një kam të shkretën e thonë, i them çdo njeri o s'ka lidhje, po dëgjo. I shkretë i them i shkretë në kuptimin që... si bravo qofshë dhe ti, o. I minut. Bravo ka qenë 3 vjet. Jo, po pritë histori tjetër. Ja, pse e përmendon? Ta kam fjalën, bankesin e ka pasur 2 zonjat më the pra. Tash e ka marrë pra. Po si kush e ka pasur para? Fieri. More, nga SPAK kush e ka kapur? Këto 2 herë pra. Po atëre? Po në tetore erdhin SPAK. Mi pra po atëre? Po se Bravo ka qenë shefi këtyre 2 zonjave. Po ç'ne Bravo shefi? Se Bravo ka qenë shefi i antikorrupsionit, siç ka qenë Xholi shefi i trafiqeve. 2 sektorë ka SPAK-u. 9 prokuror vareshin nga Bravo, 9 nga Xholi. Tash i varen 9 nga Doloreza. Nga Dumani varet. Jo, po i Kandare ai. Dumani është shefi i madh. Ah, dakor. Kishte 3 zëvendës, edhe sot ka 3 zëvendës prokuror. Dumani zëvendësoi Ben Kraj, mulon marrëdhëniet me jashtë. Po. Lad Mara zëvendësoi Xholin, mulon 9 prokurorë që merren me dhumhanet e këtij vendi, çunë të Dubajit, Anglisë, Hollandës, telefonet BQ, Sky, Hollanda, Franca, ç'a bin transkript, po të gjendët. Dhe Doloreza merret me ato që deri dje është marrë Klodi. Me hajdutët me kollare. Pra me zyrtarët, ministrat, drejtorët, ku bën pjesë e bankersi. Pra Klodi ka qenë shefi këtyre, para se të bëhet shefi madh. E kuptova. Këtë sektorin me 9 prokurorit, me që thej shkreti Klodi di. Por nuk e themi shkretin atë kuptimun. Pra po.
Dhe Po i them që tani ka ardhur detyrë me fjalë. Dhe që ai e ka pas atë dosjen që dole ke inceneratorët, edhe Engjëlla Gaçin, edhe metanin, edhe ato dosjet e tendrit të këtyre. Po atëre Krifës si pas logjike që po fleti, mënyra se si po fleti, të shkon mendja që Ramsi ka drejt atëre. Unë nuk po. Që thotë duhet reformuar SPAK-u. Ç'a thot? Që në familje i thot SPAK-u që jeni duke tepruar valla. Unë nuk po them. Qasja e Ramsi me qasjen tënde, ku ndryshon o? Jo. Ramsi është qas kur i erdhe ke vetja, unë kam 5 vjet që flas për SPAK-un. Pa pas asnjë probleme. Po pra, po mbase po vjen me vonesë pra, po mos është tani ka drejt Ramsi apo jo? Nuk duket shumë flashko Ramsi që tjetë me zhvillim punuar. Si, shumë flashko. Shumë flashko. Flashko do me thënë njeri që i tregon një bërsalet hanën që është premtet. Jo. Po nuk duket që tjetë kaq 5 vjet i vonuar në perceptim. Ajo që kam deklaruar unë kuvent 2020, 6 vjet mbrapa. Duket flashko. Flashko, çfarë perle, po çfarë perle. Problemi është se ka hallën e vet ai. Ai nuk thot duhet reformuar. Në këtë reformim që kërkoj unë, që tjetë objektiv, mos sillet me standarde të shumë fishta për fenomenet njëjta. Ai thot mos më vinë ke unë, ta reformoj që mos më bezdisin mu, gjithë dynjas. Timorin të arrestojnë, Tigrin të qojnë Lugano, Gysin të shpallin kërkim, Vera t'i iki këty, 4-5 milion euro verë, ke kantina VIP, t'ju arrati se ta vjedhi natë me furgonë dhe mos arrestohat asi. Por vetëm ke unë mos vinë, thot. Pra, kë kërkon tjetër rekonstruksion, SPAK-ut. Është inxhinier ndërtimin variant e vetë. Unë po kërkoj tjetër gjë. Për ta mbyllur, se vajti ora e 35. Më thuaj një gjë Lymo. Falenderoj shumë sepse ti përveç se ti jep informacione, nga që edhe i ngjyros bukur dhe del biseda perl. Për Kasati nuk më thep se s'let ky Benamedin, përveç bankës ti jo. Por se nuk më le ta zhvilloj. Jo, unë ta lash, fillu ta lash ti pas më the. Ti thash për Klodin, me humor kam thënë se kur vajt paraqiti programin e tij se çfarë do të bënte si shef SPAK-u, tha që unë kishe marr gotë me vete, plastike që mos e helmonin, gotë ujë, ishte për mua që e vështirë, skema e nxjerrjes gotës. Se kur ti njohin Mileti, që pira ki Argalisë është një ditën në lloj mehania dhe vetë atje ke halse të helmon kjo Mirel që quhet e Bogdani, kryetarja e KLP-s, me vatën apo mojsi duta me lushe që është anda KLP, e merr gotë me vete dhe thuaj që unë nuk pi kafe në asnjë lokal pasi po nuk pash qekeren. Qekeria çfarë? Subjekti që e ka. Me qekeria shifet kush është pronari i dyqanit që ka. Qekeroja, më fal. Unë nuk i shoh. Na çmendra. As ky si shef po kjo është një hipokrizi. Po ka qekeria, ka QKB. VKO, qekero, aksh. Dhe i thash QKO, smer. Po t'ja kishe parë qekeret me vëmendje bankërsit, dhe ka infektu bankërsi me parat që janë vjedh shqiptarve, gjitha kullat në Tiranë, të rëndësishme dhe 6-7 subjekte të mëdhej ku bën pjesë edhe Kastrati, kanë lidhje me bankërsit. Kanë marrë para, sa janë lodhë. Qa shefti kullat që kanë kalu 15 katët, janë të bëra pjesë nga 15 miliard euro që bankërsi ja u ka vjedh shqiptarve si pasuri, dhe ne blejmë naftë më shtajt nga gjithë rajoni. Po pse ka dhënë këtyre të Kastratit, se kuptoj? Si pse u ka dhënë? Pse u ka dhënë lekët? Pse ti japi? Po se s'ka pas mënyrë tjetër, sepse këta prokurorët e SPAK-ut, nga 2 vepra penale që kishë ngritur si akuzë prokuroria Fierit, vetëm fshehje të ardhësh edhe pastaj Baraç, këto e shtuan kanë bërë 7 akuza. Grupi strukturuar kriminal se kanë bashkëvepruar në fshehjen e të ardhura në offshore. Qo lek këtu, merë atje, jep këti, ky mi këthen këtu, si investim, si bashkërendim e merat. Pra, nuk është se ka qenë ka që lirë sa ko që emri këti del në për këto veglat e telefonit të një administratori, që këtë flasë jo vetëm për këtë biznes, por edhe për disa bizneset tjera, që dalin në dosjen prej 208 faqesh të prokurorisë Fierit, se të është do të asgjeroj, kam bindjen. Po të më t'i thua, të vazhdoj SPAK-u këta, a i liroj këta? Që të vazhdoj si dosje? Timi nuk është mëllë. Po qa në arrest shpije. A janë arrest shpije? Zbuti masën. Pra është rasti parë mas jashtë. Se kush është në arrest shpije? Edhe Loni? Të dy. Edhe Loni? Të dy. O? Të dy. Edhe kinezi? Pari doli kinezi ekonomik, i dyti doli kinezi genetik. Mas i pyti kinezi ekonomik, që nga i reti si rrugë për ta marrë këtë lloj statusi, që nga arrest me burg dalë që në arrest shpije. E mësoj... E more verë si e ka kinezi, si a theti që pare emrin? Dzing pu fuja, po që i dzing e kamera, si e ka? Ledio, di si e ka? Ha? E, që emri perë që ka. Hong Ping Ciao.
Apo ping me zinc po aty. Pra nuk është se më keq kupton. Qa perle, nëse të vazhdojmë të flasim për këtë historinë e Benit të Benamete Allah, sepse ky mirë bën që denonson, dhe unë jam shumë dakord. Mirë bën, por duhet jetë fe. Koherent deri në fund. Po pra, diku ka ngrënë një lupë qorë të Po, pishur. së rindërtimit, për shembull, janë ndërtuar shtëpia në Tërmeti. Po, në Rrogozhin. Bashkinë e Rrogozhin. Ledion, nxirë hartën e re që në këto momente të ndërtojmë limit të njerëzve. Hartën e re të Dhe nuk janë të avionave civil që Irani është bosh komplet tani. Se kam nisur. Dhe nuk janë ndërtuar në kavaj. Pra Tërmeti era Durrës, që të shkoj deri në Rrogozhin, ai ke Pilo Lala në urë të Rrogozhinës, do të kalojnë kavaj se s'bën se Tërmeti nuk i gëndajer. Po normal. Kavaja si objekt, se kryetari i bashkisë Kavajës ishte IPD-s, i Sasakja. Ky Rrogozhin ishte PSS. Edhe me të qëmtume, për shembull, në zonën e kombinatet u prishën ca pallate. Këtu te kjo Selita, jo, mësaj në Baldush, dha efekt shumë Tërmeti. Në Ndrojqe atje, pra, kishte goxha nga 1 miliard e 150 milion euro që u mblodhen për fondin e Tërmetit të Për ndërtimin. për ndërtim. Po Ameta e mburret me atë, thot, po të qe thot pse kanë hetuar gjithandej për mua, thot, kanë hetuar gjithçka, thot. Pse nuk gjetën gjë te ndërtimi? Nuk besoj që ka qenë objekt hetimi rindërtimi. Jo? Po, nuk e besoj. Ai ashtu thot. E tha dhe në fundit. Dhe po e them unë, që mirë do t'ishte që SPAK-u të merrej me rindërtimin dhe me çdo tender tjetër që ka bë çdo ministër, i kujtdo partije qoftë, gjatë viteve që ka ushtruar funksionin publik si ministër. Se po sumore me tendrat, çka kanë bë, kush i ka marrë ti nuk u gjen dot tyra as përdorimin e detyrës. Ajo që thash fillim. Shkelja pa barazisë në tender është tallje o pingash, është një akuzë që dash ti bësh njerë, po. Ledio, i që tani këtë fabulën dhe të mbyllim me fabulën e parë fare, me lajmin e fundit, janë këto momente shikoj Myslim dhe gjithë njerëzit e shikojnë, që ke vetëm një avion që kanë mbetur i fundi me sa duket është live këto momente mbi Iran. Je shikon gjithë pjesë e Iranit që është bosh? Po kalon ai Iranin. Ai normalisht duhet të kalojë sepse nuk kanë filluar bombardime, ndërkohë më vjen mirë që arritëm të kapim në këtë 1 orë gjysmë që ishim bashkë, 1 orë 40 minuta. Unë të falenderoj për ftesën. Jo, unë u kënaqa shumë, unë të falenderoj që më erdhe, që trajtuam bashkë aktualitetin. Sigurisht sot ishte strategjike nga ana jonë që ne të mos i linim gjërat mangut, po të kishim fokus të lajmin këtu. Nuk i lam mangut fatikisht, i kapëm pak a shumë. Gjithë ato që diskutuam ne, po nalli lufta fshihen, s'ka më spaka se kështu që mirë, ky është lajmi kryesor. Ky është lajmi kryesor. 3 aviona total janë në këto momente mbi Iranin që po flasim, që dhe ato janë duke kaluar. Ndërkohë që lajmet janë Myslim për të qenë raportet për avion ushtarak u dëgjuan në Tuz Kurmatu në Irak, pranë kufizit me Iranin, sipas medias pro-iraniane Naya. Këto janë lajmet e fundit. Ndërkohë thonë që të gjitha sinjalet tregojnë se një sulm i SBA-s kundër Iranit është i afërt, por kjo është dhe mënyra se si sillet kjo administrat për të mbajtur të gjithë në gatishmëri. Parashikueshmëria është pjesë e strategjisë të një zyrtar ushtarak perëndimor për Reutersin. Tani zënë zotin, para se të ikim, dhe mos e lofë unë tani Myslimin. Ja ushtarake e komunit befasia, pa parashikueshmëria në një farë mënyrë është befasia. Po, në këtë rast edhe po e përgatit çik opinionin, jo? Gjithë që flitet. Ka javë që po i thotë që do të bi, nuk është se... Jetë të shojmë çfarë pyetjesh kanë ardhur për Myslim Murizin zonja Zetrin tek QR kodi që kemi në ekran. Myslim, taksirat e kenë në këto, tani ti këtu të përgjigjesh vetëm me po, jo, ose nuk e di. Po, më. Se s'kemi kohë realisht. Jo, më bët. Ngele qefe të edhe mos përgjigje fare. Çani, të lutem, po të njoftoj bashkë me zotin Murizi, kanë filluar me u hap dhe bunkerat për popullin e Izrael, thotë. Po normale që e pashtë lajm, po kjo nuk është pyetje, bëni pyetje. Japonia dhe Anglia kanë futur në ndërtesat nukleare, thotë. Pyete Murizit, lutem, sa gjasa ka që të fillojë një luftë e mundshme botërore. Po, jo se di, Muriz. Bota në luftë ka gjatë gjithë kohës që ka qenë, po. Nuk besoj, do të ishte pyetja sa gjasa ka të ndërpritet. Bravo. Një luftë botërore. Në luftë permanente jemi. Luftë jemi. Kleviz Dragoti thot, jo më falë, UK Google thot, edhe mediat në Izrael janë përgati me raportu brenda nga bunkeri ku kanë fut, digjo, mos është fajim në fakt duhet të lexoj këto, nuk kam kohë të lexoj, thuaje, ne na duhet, por informacione që s'mund t'i marrim nga këto burime. Ne na duhen pyetje të njerëzve. Pyetje ç'mendon Murizi për këtë gjë për shembull. Këto do ishin interesante.
Për edhe për të respektuar të ftuarin. Ju lutem, merës tjetër që se keni bërë sot. Ervis Gjika pyetje për Murizin. Ja, shikon Ervisi. A gjen dot vetëm një pikë pozitive të komunistët, qoftë komunistët islamik si në Iran, përderisa s'kanë ndërtuar asnjë sistem të drejtë deri më sot? Çfarë gjej? Në një pikë pozitive për komunistët, thot. Sidomos dhe lidh me Iranin. A gjen dot vetëm një pikë pozitive të komunistët, qoftë komunistët islamik si në Iran, përderisa s'kanë ndërtuar asnjë sistem drejtë deri më sot. Kjo është një emision më vete. Ajo është një, jo emision, për është një Është një histori më vete. Filozofi ku ndan botën në dy kampe. Mund të kenë një pikë pozitive, më. Se nuk mund të jetë gjithçka negative. Unë kam thënë si me humor, komunizmi është sinonim i derrit që ha klyshtë vet, ta kam thënë ndonjëherë këtu në. Tani ja këtu tani ti mua më të çmendë me këto, se ti e di që deri është kafsha ime preferuar. E di. Po nuk ja klyshtë vet deri më mysim, është e sigurt kjo. Por mysim më fal ti. Do të po ta ngjosh edhe disa herë nga unë, ti je i bindur që do të hapet orek si të hash dhe komunist. Jam i bindur për ti. Duke i menuar që janë kështu. Është erë si shprehje, po je i bindur që deri në fakt ha klyshtë vet? Jam shumë i bindur. Po pse je i bindur? Po se e di o Arjan. Mysim, si ha klyshtë deri më burr? Më ha kur i lind. Se s'po them kur i pjell. Se kur i pjell do të më thon për disa që janë si frymor. Kur i lind. Edhe i ha klyshtë vet vërtet. Po i ha më çfarë lidhje ka po. Mosu ti vazhdo ta hash derën. Jo, mua nuk më heq jo. Po nuk e dija këtë gjë, se unë deri nga që e dua shumë si kafsh, e kam kafshën e preferuar. Komunizmi është pakicat komandojnë shumicën dhe nuk mund gjesh asnjë pikë mirë tek vendet ku nuk ka. Kështu që çfarë pikë të mirë ti gjeu? Zero. Artani thot, Artan Meteçani përshëndetje nga Katari. Përshëndetje dhe mysymi, stafi amerikan është larguar nga Katari? Nga baza, nga Katari thot ky. Stafi amerikan është larguar nga baza amerikane në Katar. Këtë e tham. Anglezët jo. Nëse pyetje. Artan Meta? Po, Artan Meta i thot. Jo. Përshëndetje nga Katari, po do të jetë në Katar ky Artan Metaj. Po, duke se është një djalë që ka marrë mjekësi. Me siguri. Kardiokirurg në Toronto dhe e kam takuar. Është menaxher i disa restoranteve italiane. Thot stafi amerikan është larguar nga baza amerikane në Katar, anglezët jo thot, për ta qartësuar dhe Iranin me Izraelin komunikuan ndërmjet Rusisë, po e tham pra këtë. Mendoj që është ky djalë. Nga patos është mjek në profesion. Artan Metaj, përshëndetje. Eriku, a parashikon ligji i falimentit në Shqipëri që një kompani mund të qëndrojë në humbje për 22 vjet si banka si zoti Murizi? A e parashikon ligj? Po, a e parashikon ligji i falimentit në Shqipëri që një kompani mund të qëndrojë në humbje? Jo. Ilir Sheu, bën një pyetje për mikun tim mendje ndritur, thot Murizin. Ilir Sheu, nuk e di kush është. Për mënyrën e gjetjes dhe të konfiskimit të pasurive kur i kanë kthyer në pasurive kur i kanë kthyer në Bitcoin thot? E vështirë është pjesë e kibernetikës, duhet një hetim shumë i gjanë që këta filluan duket Amerika, nëzore që tha do të sekuestrojmë edhe para kështu virtuale të Bitcoinit. Shumë e vështirë është. Pastaj thot, po s'kam për t'i marrë, thuhet, do harrojnë kodin këta. Do harrojnë kodin. I kanë ndajër si punë e këtyre që kanë marrë zyrë në qafzotaj. STH-ja thot, o çanë pyete pak Murizin të lutem, me ardh lufta këtu te ne. Gazbardi është tip që del në front? Nga që dëgjojnë që ngacmon gazin ti. Jo, mos e kam ngacmon gazin. I bën kështu, jeth të mberë pasere. Çaj kam pas për të thënë, kam thënë kështu kontare, si jam marrë më vetë. Po ta fonizoj kompania Kajo me armë, patjetër që do dali dhe ai. Dakord, Rul, si çfarë emrash bëno ti? Janë dhe pseudonime. Rul Kallkami. Po? I ke qefi këtë emrat mësim. Rul Kallkami. Po. Edhe mund ta ketë vetë. Ç'kemi Qani thot kjo, është nga Kosova. Ç'kemi Qani, pyetëm Murizin për çfarë po bëhen protestat në Iran. E thanë tani, nuk mund t'i kthejmë pra mbrapsht. Qano, pyetëm Murizin, ç'mendon për dekoratën që mori Palloshi? Mo e di që mori Rama. Ka marrë dhe Palloshi dekoratë? Po Palloshi ky e ka para pra se quhen Palloshi gjatë. Po bra. Shumica kanë filluar të thonë. E tham ysim, po duhet ta shohësh në YouTube. Kanë filluar të thonë Hajdari. Jo, se di unë këtë. Vërtet? Po. E përgëdheli, thonë. Arlind Biba thotë, Arlind Biba shkuam për gjë tjetër, kjo s'ka lidhje me emisionin, për gjëra të tjera të... Për të ne çani, pyeti pak Murizin, thotë Erdiloni, cilët kanë më shumë shanse të vendosen në krye të Iranit nëse bie regjimi aktual? Mujahedinët e Mazës apo pasardhësi i Shaut? Për mu pasardhësi i Shaut. Pasardhësi i Shaut jeton në New York, po. Në Washington ku është ai.
Një tjetër thot, nuk ka 20 minuta që avion, nuk ka 20 minuta që avion gjuajtës bombardues amerikanë janë ngritur nga baza aerore në Katar. Pse vallë? Nuk ka. Shkoni mirë se shkoni me gabime, është çudi e madhe. Mi mbrëma Thot që mund të ketë më shumë, ndoshta. nuk ka. E thon ndryshe. 20 minuta, po mund të ketë. Nuk arriun ta lexojnë ndoshta. Ndoshta. Nuk ka 20 minuta që avion gjuajtës bombardues amerikanë janë ngritur nga baza aerore në Katar. Pse vallë? Po pse vazhdon? Pse vallë? Se di. Mi mbrëma, ka mundësi që Irani të kontribugjitet duke sulmuar bazat USA në rajon? Irani, po. Që? Se sulmon njërë duket Irani një dy baza ati afër, se ka një dy baza në rajon amerikanë. Dhe tha Trumpi, na sulmon, tha, nuk është se goditur në një gjitha. Tha është duke qeshë. Jura, aeroportit, Ira, aeroportit se bazë, po ishin heqë avion më përpara sepse kishin marrë informacion. A do fanë gjëpat e bizneseve të vogla të amnistia fiskale? Nuk e besoj, pra nuk është bërë ligji për bizneset e vogla. Pyetemi symin, sikur Amerika sulmoj para sa muajsh Iranin një sulm falso të thashtë, e mundu që edhe po sulmoj këse radhe, do t'jetë sulm falso? I quan sulm falso ato të bëdyshave ai. Ky dyshon që nuk është bërë. Nuk kanë gjë. Jo, që është bërë, po që nuk është se kanë arrit ndonjë gjë ato për ta morë që kishin. Nuklearet. Më ka dhe që dyshon që s'është bërë fare, po nuk e di. Unë nuk besoj që t'jetë, sepse në 100 milion banar që ka Irani, do të kishte ca që do thonin që s'ka ra prella këtu. Pra do të zbulohen nëse s'kishte. Pikërisht pra. Çani pyet pak Murizi më thotë eksploruesi, pse nuk e çan trapin fare Amerika për ne? Është ndërsjellje reciproke, i thuj ati. Sa kohë që sultani thotë dhe unë nuk e çaj për ata, i thotë Juri Kimit, po më si sekretare partije, kësaj i tha që rrira haca, unë jam me kinën. Qa perle. Kështu që çati I fort dole kjo Ramsi. I fort shumë. Leonard Kaci, thot, mi mbrëma çani pyetëm Murizin, a do dali të protesta e PD-s? Tani, kur është të protesta e radhës? Dati 23. Të premte një tje. Murizi s'ka mungu në asi protest nga 8 dhjetori në 19-ës. Pa do dali. Ani Hoxha thot, respekte për lymin, pse nuk po ndihen europianët më për këtë amnistinë e fundit? Reaguan ata. Reaguan, po ky si porti fare. E kaloi ky. Sikur se... Si pyeti ky më por, do ta kaloj edhe pikë të paqen fiskale që quhet i paqe. Po. Dgjoj, a do përdoren ndalimi i vizave ndaj shqiptarëve si mjet presioni politik nga SBA-ja thot ta lyp gjiza. Çfarë perle ta. Mjet politik? Politikisht është ndalimi i tyre. Pra ai thotë që qeverisja ju e keqe ka shkaktuar një fluks të madh emigrantësh që vinë kërkojnë tek unë asistencë. Pra po ta përkthesh trash, pse e kanë luse, ne nuk jemi gjeni luftë me Amerikën, madje jemi vend antar i NATO-s, ku ata janë komandantët e... Pikërisht pra, Gazim Furnella thot si po ndikon lufta në Iran në politikat e jashtme të Shqipërisë. Ne do të mbështesim Amerikën, pritet kur dali ky Ervin Bushati atje në ambasadorja në Amerikë, sa të plasi bombardim, ne do jemi të parët, besoj. A thua? Po si që ishim për Venezuelën, doli Elisa. Jo, po, Ramsi nuk doli për Venezuelën. Pa do, nxori Elisën, nuk doli Skënderbeu, doli Mamica. Qartë. Një loj anë. Batoni për shumë të ajo sot, po bia reve vëmendje interesante shumë se si ku lëvizin gjërat. Si reflektojnë këta. Se si reflektojnë. Batoni për shumë tek ajo Gjua veta. e trupit është shumë më e lexueshme sa e folura. Por në të rast ishte gjua e trupit pra, se ishte të ka atë thuaje, ka portalin e vet, si quhet. Portali Batonit i Aroba tani, e shikon? Milli Pikal duhet jetë. Si? Milli Pikal. Po Milli çdo na tham. Po që bi mill nga Serbia. Mielli. Si e theti? Milli. Nuk mund e thon kosovar që Milli. Po, Pikal. I Arova tani, e shikon? Erdhëm le të ikëm. Kishte nxjerr një video që ishte pak e para ca javëve, ajo. Fliste Rubio, sekretari i jashtëm, edhe Trumpi në krah dhe Trumpi që ishte kështu, ishte si përgjumësh. Më thonë që është i lodhur, Fisha për një Bidenit. Edhe George Bushi u mbyt duke hangë piskot kur fliste Condoleezza Rice, Bushi i dytë. I dyti. U mbyt, u kollit. Po se edhe doli fare, e la se tha kam konding do. Pyete për limin, sa herë që them viçat në Shqipëri, thot? Sa? Herë që them viçat në Shqipëri, do t'jetë me kodë kjo pyetje. Po. Se e bukur është kjo, sa herë që them viçat në Shqipëri. Është qedhen aq herë sa që fluturon pata e pjekme nga tepsia, thot në Stradini. Herë 400 vjet. Qedhen viçat. Një në 400 vjet. Pra asnjëherë praktikisht. Thot në Stradini që herë 400 vjet fluturon pata e pjekme nga tepsia. Po çdo më thënë kjo Olim. Cili është kodi këtu? Nuk ndodh kurrë. Pra kur qedhen viçat do të thotë që dakor. Që s'ka për ndodhur kurrë. Pra kjo gjë ka për të realizuar kur qedhen viçat, do të thotë që s'realizohet kurrë.
Tim Cakoni thot, përse nuk krijon Mysy Murizi një parti të re, do ishte mrekullit qeverisë e Shqipëria nga njerëz si Murizi. E kam krijuar në 2020 në nëntor, Lëvizja Demokratike Shqiptare, kandidova në 2021, kushtet pa barabarta, mora 4.700 vota, aq mlan. Se këtu kene kandidojnë 6 parti në zgjedhje, votat i numëron PS-ja me PD. Po kjo është problem. Dy parti tjera. Anahyn, dhe kjo është e fundit, mësim se jam pa fund, po lexoj pyetjet tuaja që keni dërguar këtu te Totus. Totus është ky QR kodi që Ledio e ka vënë në ekran gjithë kohës, ku jeni loguar, keni skanuar, jeni loguar dhe ju falenderoj shumë. Në përgjithësi jeni njerëz korrekt, pra më dëgjoni, respektoni ato që unë ju kërkoj, keni bërë pyetje. Ka dhe shumë nga ju që bëjnë komente, unë mundohem të evitoj për arsye kohe. Ndërkohë, pyetje fundi që do të lexoja Murizin në fakt është, a do na hyjë në punë tunelet e Xhaxhit? E ka për Enverin, Enver Hoxhën. Po u rrezikua dhe Shqipëria nga lufta? Ne mund të jemi për fat në keq. Aha. Dam kolateral në luftë, por nuk besoj që do të hyjë në luftë me Shqipërinë. Nuk do thua ti. Besoj se është harxhim i madh. Është harxhim i madh, kujt i bie? Ku do i bie? Unë e di, po të isha unë e di ku do i bie. Po është, nuk ka të bëjë me, s'ka nevojë të hyjnë shqiptarët në për tunelet e Xhaxhit, nëse do t'i bjerë e ti që mendon ti. Nuk ka nevojë. Ja. Se ajo është goditje shumë precize ajo që thuti. Është precize është valla. Kështu që çfarë do Kishim marrë frymë rehat. pra nuk ka dëm fare anësore, s'kemi nevojë që të nxifemi në tjertë. Po i ranë asaj që mendon ti. Kështu që Ti nuk e di se ç'kam në mendje unë. po unë mendoj një gjë, ndoshta nuk Në fakt përputhet. anë them dy gjëra është, një në qendër, një në periferi. Po pra po, Po jo në qendër, mos mendo fare ai këto kryeministri këto larg qoftë, jo. Është një objekt në qendër, disa objekte në qendër, shumë afër qendrës, dhe një në periferi valla. Po, pra. O Mysym, dëgjoj tani. është ajo që kam thënë me humor, kur ra tërmetin dorës, Për ta mbyllur. që i thash 12 Mysym. se bi shpesh në Lals, tërmeti, sepse atje e mbledh ajdutët. Nështë ta temen dhe ti. Atë mendoj edhe unë, po. Unë Do që janë dy nyjet kryesore dhe atje orgazme pa parë. Dëgjoj Olim. Ora vajti 12 do t'i kërkojmë falje këtyre çunave. Edhe unë njes, nëse ju kam... Ti shketi më jam unë që smiget nga ty më nga biseda. Dëgjoj Arianin. Lym, ti e di që korrupsioni nuk është i keq. Por, kur dënohet dikush për pasiv, duhet gjetë dhe aktivi. Se korrupsioni është si kalamoni, do 2 vetat bëhet pa tjetër. Mirë, po përveç kësaj që the ti. E lubrifikant është. Po përveç kësaj the ti. Ky që nuk është i keq. Po, korrupsioni nuk është i keq. Ai është i keq kur unë nuk jam i përfshirë, por nëse unë jam i përfshirë, Kjo është e hamël do ta mbroj korrupsion. Jo do ta mbrosh, po duhet edhe ta perfeksionosh. Po flet Lymi le, një sekond Ta para stikësh. perfeksionosh në teknologji moderne. Ta kthesh nga monedhë ose në linguata, ta kthesh në bitcoin, siç thoshte Iliri. Që të marrësh opingat, pasi kur qethen viç aty marr. Pra një sekond se më duket se arrita Mysym sot me ty. Arrita ta them atë që se them dot. Kam kaq kohë, se nga gjë është anglisht dhe nuk kam bërtimen. Korrupsioni, vetëm këtu një sekondë. Se këtu tani s'do flasim më. Pra do ile. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq. Atëre kur unë nuk jam i përfshirë në të, por nëse unë jam i përfshirë në të, unë e mbroj korrupsionin.